Përshëndetje dhe mirë se erdhët në program. Para pak ditësh Universiteti Nën Tereza në Shkup zgjodhi rektorin e ri. Në rrethana normale, kjo mbase do të ishte një çështje e brendshme e universitetit, por në kohën kur edukimi i duhur e sidomos cilësia e arsimit konsiderohet si problem kryesor shoqëror, kjo zgjedhje merr rëndësi. Maqedonia e Veriut në shumë vlerësime, qoftë për nxënësit ose institucionet arsimore, del poshtë në lista. Kjo bën problemin e arsimit të madh sepse nuk është vetëm një statistik. Universiteti Nën Tereza ndërkohë është një nga universitetet shtetërore në vend dhe vëmendja rritet sepse ai financohet nga taksa paguesit. Nga ana tjetër, kjo zgjidhje e drejtuesit të këtij universiteti vjen edhe në kohën kur maturantët po shqyrtojnë se ku do të vijojnë studimet. Por, për një vend të vogël, ekspertët e arsimit thonë se mbase shumë universitete nuk është gjëja e duhur. Nga ana tjetër, ne këtu në studio pikërisht kemi rektorin dhe të gjithë e bëjnë çështjen ose pyetjen se kush është në fakt rektori i ri. Ai është Bekim Fetaj, profesor doktor i shkencave kompjuterike, doktoruar në Universitetin e Grasit në Austri, por gjithashtu më herët i magjistruar edhe në Universitetin Brooks në Britaninë e Madhe. Ai pra është këtu në studio. Faleminderit që do të zhvillojmë këtë intervistë. Faleminderit për thirrjen. Propozoj të bëjmë një shkëputje dhe fillojmë menjëherë me pyetjet për këtë bisedë. Na ndiqni pas pak. Ja pra jemi në studio për të vazhduar dhe filluar intervistën me rektorin e ri të Universitetit Nën Tereza, Bekim Fetaj, pra doktor i shkencave i doktoruar në Universitetin e Grasit, do t'ju pyes pak më shumë për këto specifika profesor, por edhe në Universitetin Oxford Brooks në Oxford. Thash tani më saktë sepse herën tjetër vetëm e përktheva. Por fillimisht dua ta filloj këtë bisedë me ju, me që jeni ndoshta ndër drejtuesit e parë të universiteteve që thuaj se gjithë shkollimin e lartë, titujt e lartë i keni marrë jashtë shtetit. Dhe pyetja ime është, kur ishit në Britaninë e Madhe, në Oxford, ose qoftë edhe kur ishit në Graz të Austrisë, e dinit ju emrin e rektorëve të universiteteve? Jo, as pak, bile dhe sot. Atëre, a është e drejtë gjithë kjo vëmendje që i jepet opinioni se kush do të jetë rektor? Mund se edhe jo. Universiteti, domethënë, është më rëndësi për universitetin, por ai si drejtues, domethënë, në këtë moment të vështirë, mund se edhe është. Sigurisht kjo pyetje më erdhi natyrshëm kur e bëja gati këtë intervistën, profesor, sepse shpesh duam ose nuk duam këtu çështjet janë politizuar. Dhe arsyeja se pse bëhet temë e madhe kush është rektor, ndoshta krijon ose sjell këtë tension, ose tensioni i politikës kalon edhe në universitete. A është kjo e duhur? Ne duhet njëherë për gjithmonë t'i heqim dikimet politike në universitete, apo jo? A pajtoheni? Po, pajtohem plotësisht. Domethënë, vetëm politika është politika arsimore që duhet ngelen brenda universiteteve. Dhe ne mendoj si Universitet Nën Tereza kemi pasur bashkë me kundërkandidatin një ide, një program, domethënë konceptualisht pak ndryshe, mirë po mënyra dhe qasja ka qenë ndryshme dhe mendoj kjo ka qenë vetëm politik në këtë rast që ka qenë domethënë prezant. Në çeljet e këtij programi me qëllim ju pyeta për emrat e rektorëve të dy universiteteve të nderuar apo që megjithatë kanë renome më të madhe ndërkombëtare, ju nuk e dinit. Po kur shkoni atje si shkencëtar, kur një student dëshiron të zgjedhë një universitet, kur një student dëshiron ku të ta bëjë magjistraturën, doktoraturën, i shef kurrikulat e universiteteve, i shef temat apo jo. Mund të arrijmë në një stat të tillë ku mos mërzitemi kush janë drejtuesit e universitetit, por në fakt çfarë sjellin ata, çfarë përmbajnë ata? Po, besoj se shpejt do të mbrim deri te shkallë për shkak të globalizimit dhe zhvillimit të shpejtë të digitalizimit, inteligjencës artificiale dhe përgjithësi, domethënë, zhvillimit të hovshëm të teknologjisë dhe implementimit të tij në suazet e edukimit. Tani, dua pak publikun ta prezantoj me ju, unë pak në qelje thash, ju jeni profesor doktor i shkencave kompjuterike, por keni studiuar në universitete
prestigjioze ose me renome në Austri, në Britaninë e Madhe, keni 3 libra të cilat unë i kam përpara me të cilët studentët tuaj japin si me thënë provimin. Për çfarë keni doktoruar, profesor? Unë kam doktoruar në inxhinieri softverike, pra në Universitetin Teknik të Gracit, ku edhe vjetë në fakt isha dhe profesor vizitues, më thëmë, kaluan 20 vite prej momenti kur doktorova dhe prej momentit kur u ktheva po të njëjtin universitet si profesor vizitues. Dhe kjo ishte interesant, një përputhje 2 dekadave, që u la përshtypje edhe në vetë Universitetin e Gracit, të cilët edhe i ndjekin në fakt të diplomuarit të vetë, alumnit, edhe është një praktikë shumë e mirë të cilën ne do të mundohemi ta bëjmë. Dhe në fakt vetë drejtori i institutit hulumtues, të i cili isha, ka qenë kolegu im. Në atë kohë bashkë kemi qenë në studimet e doktoraturës. Dhe Basha e përmendi, tha, të kujtohet, në atë kohë, thot, bashkë ishim studentët, shive ku jemi sot në qartë pozitash. Po në fakt, konceptualisht, dhe më thanë, ato kanë një qasje më shumë në hulumtim, ndërsa ne kemi një qasje më tepër në mësimdhënie. Do me thënë, praktikisht ekspertiza juaj është pikërisht ndoshta në atë profesion që sot kërkohet më shumë, apo? Në shkencat e kompjuterike, sidomos softverët, apo? A mund të prodhojnë universitetet tona kuadër konkurruese ndërkombëtare? Sepse kjo është gjëja që kërkohet më shumë sot. Po. Mendoj se po, edhe në fakt edhe kemi edhe dëshmitarë, shumë gjenerata studentësh, se para kësaj unë kam ligjëruar dhe kam qenë profesor në Universitetin e Evropës Juglindore, ku një numër i madh të studentëve të mi, sot jas çdo kund, domethënë, qoftë në Kosovë ose në Shqipëri, edhe kanë arritur shumë suksese, po edhe këtu në Universitetin e Terezave, pse është universitet i ri, shumë studentët e mi kanë hapur edhe kompanitë e tyre dhe janë në fillimet e para në fakt. Po kanë arritur shumë sukses, do të kisha veçuar një prej studentëve i cili fatkeqësisht ndroi jetë, është Hajan Selmani, është i regionit të Dibrës, të fshatrave të Dibrës, i cili arriti një sukses të madh dhe për 4 vite me radhazi arriti sukses të jetë të shpallur nga Microsoft për Evropën Juglindore, 4 vite MVP, most valuable person në teknologjitë e Microsoftit, edhe që dëshmon mjaft që mund të arrihet, dhe më thanë, në gjeneratët të reja mund të arrinë edhe shumë më shumë. Do me thënë ju thoni se ka kapacitet intelektuale në kuptimin e asaj që kuadrot e universiteteve janë cilësore që mund të krijojnë studentë të duhur dhe njëkohësisht ka studentë që janë të gatshëm ta marrin këtë dijen, apo jo? Po. Do t'i kthejmë kësaj çështjes, por më intereson edhe çështja e magjistraturës, sepse pse e përmend këtë, se nëse e lexon biografinë tuaj, ju keni qenë profesor, keni dhënë mësim në Tokyo, keni dhënë mësim në Spanjë, keni qenë profesor apo në Portugali, në Britaninë e Madhe, do me thënë një karrierë prej akademiku të mirëfillt, po magjistratura juaj për çfarë e kishte specifikën? Magjistratura ime ishte për tema konkretisht ishte në inxhinieri softverike, zhvillimi i disa modeleve softverike. Po aty di kisha veçuar Britaninë e Madhe si një qasje të veçantë në krahasim me Austrinë ku e kryeva doktoraturën, për shkak se aty i kishin shumë përparësi, domethënë edhe formës edhe përmbajtjes, dhe gjithashtu për kraja pedagog, psikolog në orë të mësimit, edhe mësimdhënësit, edhe gjatë ligjëratave, unë dhe kisha ndajt vetëm një moment, për shembull, në fund, kur mbaroj semestri, e kishim një profesor në mosh, i cili ta në kohës linte përshtypje se a mund të më ndihmon dikush këtu ta kaloj këtë pjesë, ose unë çdo herë kam pas këtu problem, te kjo pjesë keni kujdes, unë këtë mezi e mora vesh, më duhet shumë kohë ta analizoj derisa e kuptova. Edhe në fund, orën e fundit, kishim një Gjerman, Markus, i cili tha, profesor, ligjëratën e fundit, ju drejtu, tha, na keni gënjur, se ju ta në kohën keni thënë se s'keni ditur, se u është dashur ndim, atë ju keni qenë, edhe tha, më lejoni të lexoj. Edhe filloi të përmendet, do të gjithë shpërblimet që i ka marrë për mbretëreshës në atë kohë, edhe ka qenë në grupin punues e floppy diskut. Një prej
Njerëzit që kanë shpikur floppy disk. Që kanë shpikur edhe shumë të arritura të mëdha, me mesatarë 10-0-0, që më thënë asnjë s'ka pasur notë të ulët, ose ai tan kohë tregonte se këtu kisha një notë dobët, në fund thot mezi e kaloi, po ashtu thot isha e kënaqur. Edhe në fund tha po, tha, më zutët, tash va tregoj thot pse. 3 vitet e parë, kur ka ligjëruar prej industrie, kur ka shkuar në universitet, ky është prezantuar, domethënë, gjithë sukseset e veta, edhe shumica e studentëve në ligjërim fund semestrit e evoluojnë, edhe evoluimit i ka pasur shumë dobët, 3 vite me radhë. Mirë po, dekani, në 3 vitet e parë, nëse ky evoluohet dobët nga studentët, ka qenë i detyruar ta përjashton, ta nxjerr prej ligjëruesi, pa ai nuk është dorëzuar. Ja ka caktuar një semestër, një pedagog në orë të mësimit, ta shoh se ku gabon ose pse studentët nuk e vlerësojnë aq mirë. Pedagogja jep disa sugjerime, mirë po përsëri atë semestër nuk evoluohet mirë, edhe i cakton edhe një psikolog edhe 2 pedagogë tjerë, domethënë gjithsesi 2 pedagogë edhe 1 psikolog kanë qenë në orë të mësimit në fillim të semestrit. E në fund i sugjeron psikologja se ju thot keni problem thot kur prezantoni, ju lini përshtypje thot edhe dekurojoni studentët se keni shumë të arritura. Thot prej tash do të tregoni se unë këtu kam pas problem, kam qenë këtë. Praktikisht ka qenë intimidues mënyra suksesi i tij. Edhe ka marrë sugjerime që në urdhër në fakt, tha, unë detyrova ti ndjek urdhën, se ka qenë urdhër se të largohesh prej punës, se ta ndjekësh të është këtë, tha, me kohë fillova, si më thoshte psikologë, tha, edhe sqarojsha në këtë mënyrë, tha, edhe në fund semestrit ka dalë shumë i suksesshëm, një prej profesorëve më të mirë. Tani, pse disi edhe për të prezantuar juve, po edhe për të bërë një paralele, desha ta fillojmë këtë bisedë me faktin se ku keni kryer dhe nivelin e universiteteve. Dhe ju thoni edhe thatë më herët që keni staf akademik që është i përgatitur, keni dhe nxënës, por megjithatë universitetet tona lënë shumë për të dëshiruar kur bëhen matje në rrafsh global. Kjo nuk është rasti vetëm me universitetin ku ju jeni tani rektor i ri, por në përgjithësi, asnjë prej universiteteve në Maqedoni nuk del në listën Shanghai. Dhe si ndjeni ju kur vini, ose kur keni ardhur prej jashtë nga këto universitete, me këto profesor, kur i gjeni universitetet tona në rrethana dhe kushte që janë? Çfarë mendoni se duhet të bëhet? Po në fakt, këtu është një diskrepancë, ose me thënë një paradoks, se universitetet tona janë të orientuar në mësimdhënie, ndërsa rangimet bëhen në bazë të ulëmtimit. Nëse ne analizojmë universitetet tona, financa u afrohen universitetet vetëm për mësimdhënie, jo për ulëmtime. Nëse një profesor dëshiron publikon, ai ka një mundësi në Ministrinë e Arsimit, mbasi ta publikon punimin me impact faktori, cili punimi më i lirë kushton $2.100 në shkencët kompjuterike në Spako, dhe më i miri mbi $4.000 me impact sa më të lartë, edhe gjithë normalisht profesorët mundohen sa më lirë të gjejnë publikojnë edhe grupohen 5-6 vetë që të mund t'i përballojnë harxhimet e publikimit. Kështu jam të gëbëredhun edhe shumë kolegë tjerë, për shkak se nuk mund të përballojnë 2 punime paguhen nga $2.100, e cila është një shumë e madhe. Nga ana tjetër, universitetet tjera, përmes Gracin, Oxford Brookes ose gjithë tjerët, kam qenë në Universitetin Staffordshire në Bretërinë e Madhe, ku bisedova me një koleg, i cili tha këtu, tha një që punimet kemë, tha gjitha me i paguhen. I paguhen në universiteti. Edhe merr shpërblim se është në fakt bonus merr edhe në rrok se ky ka qenë shumë i suksesshëm në publikim. Dhe prestigj, apo se normal, në qoftë se studentët e rinj, ata që duan të studiojnë, do të shohin që një universitet ka profesor apo është në listat e vlerësimit të lartë, normalisht që prestigji ose kërkesa për të shkuar atje është më e lartë. Por kjo problematik e bëj këtë pyetje me ju profesor edhe për një arsye tjetër, sepse siç thatë, edhe unë do ta përmendja, ju jeni tani rektor i ri te Universiteti Nën Tereza, por jeni mësimdhënës te Universiteti i Evropës Juglindore prej vitesh, pra jeni pjesë e sistemit arsimor në vendin tonë. Atëre, a nuk mund ta bëj si me thënë universitetet, profesorët presionin që këto studimet mund të pagohen pra përderisa ne kemi profesorë që janë të zotë dhe mund të shkruajnë artikuj
shkencor, por pas ka vështirësi financiare për t'i publikuar, pse nuk ndërmerret më shumë në këtë drejtim? Universitetet nuk kanë, sidomos universitetet publike dhe Universiteti Nën Tereza, si universitet i tillë publik, nuk ka fonde të veçanta për hulumtime. Domethënë buxheti është limituar dhe ministria pagesën e bën vetëm në bazë të mësimdhënies. Sa orë mësimi ka, edhe aq orë paguhet profesori i dhënë. Dhe në fakt këtu është ai paradoksi se rangimi bëhet me hulumtime, pagesa dhe angazhimi në universitet bëhet me mësimdhënie. Dhe Ministria e Arsimit ka një mbështetje financiare mirë, por mbas publikimit dhe ajo shpesh është procedurë rëndë, birokratike, të cilës shumica edhe janë të lodhura dhe nuk vjen. Çdo kush mundohet të gjen një koleg nga universitetet perëndimore i cili do ta merr përsipër ai ta paguan edhe shpesh e lë me dhajtje të autori par që spaku të publikohet e punimi. Ky problem ndërsa është problemi kyç dhe kryesor pse ne nuk jemi në listën e Shangajit. A nuk mund të bëhet presion qeverisë, Ministrisë së Arsimit për më shumë fonde, se bëhet fjalë për universitete publike, të cilat megjithatë dihet se si funksionon sistemi i pagesave për të arritur nivelin. Kjo pyetje nuk është vetëm për universitetin ku jeni ju, por për gjithë universitetet e gjithë vendit. Sigurisht që po, dhe një prej kërkesave të universiteteve, të cilat zërin e kanë në asociacionin e interuniversiteteve, është që tritet fondi për përkrajë hulumtuese. Kjo është vetëm e mënyrë që të arrijmë që universitetet tona të arrijnë në listën e Shangajit. Po a kemi potencial? Mendoj se po. Unë kam qenë edhe në shumë universitete ndryshme, kam qenë edhe në Universitetin e Kolumbias, kam qenë me një konferencë, po e shfrytëzoj rastin, shkova edhe në shumë ligjërata. Edhe në shumë ligjërata kishte profesor prej Indie dhe prej shteteve tjera ku me drejt me thënë, ligjëratat ishin skandaloze. Mirë, ai profesor ishte shumë i fuqishëm në hulumtime, kishte me qindra publikime në Scopus edhe me IEEE, edhe universiteti e imburson, dhe me thënë, çdo publikim. Nga ana tjetër, mësimdhënies japin shumë pak peshë dhe rëndësi, të cilën nevojojnë studentët. Dhe erdhe me një paradoks ku momentalisht në Universitetin Nën Tereza ligjërohet shumë më mirë se sa Universitetin e Kolumbias, në disa lëndë, që vetë i kam parë edhe ndëgjova me vesh të mia. Po nga ana tjetër, domethënë ne si me askund me rangime për shkak se te ne nuk financohet hulumtimi. Domethënë nuk kemi përkajë të tillë. Pra Universiteti Kolumbia, që është një nga më të rëndësishmit në botë, paguan më shumë për hulumtime dhe prandaj ngrihet shumë lart edhe gjithë rangimet, gjithë statistikat janë në këtë vit dhe nuk i përkushtohen shumë mësimdhënies. Dhe në fakt mësimdhëniet e ato ishte sa e pashon domethënë te spaku disa prej tyre, ato që ishin vendas domethënë në shumë rregull, mirë po disa kishin probleme me gjuhën angleze dhe nuk ishin as pak të kuptueshëm për mua sa të pak. Ta lejmë tjerët se kishte shumë studentë ndërkombëtar. Mos them skandaloze. Edhe për ashtu ligjërate, domethënë nuk ka gjasa këtu në ndonjë universitet të ndëgjon në atë nivel shumë të ulët. Nga ana tjetër flitet për një universitet shumë të ranguar. Domethënë edhe kjo është një paradoks, edhe nuk është një matje e mirë. Mendoj se në të ardhmen do duhet përsëri të bëhet një dallim se këto universitete rangohen, domethënë mos kemi ngatresa të tilla se ky rangohet për hulumtim, nuk rangohet për mësimdhënie. Dhe universiteti i pastër është për hulumtim ose universitet për mësimdhënie. Ne fatkeqësisht jemi universitete mësimdhënie ku investohet dhe evolimi bëhet për mësimdhënie, më tepër se sa për hulumtime. Mirë për na rangojnë dhe na krahasojnë për diçka që ne nuk paguhemi ose nuk kemi resurse dhe nuk investojmë në këtë kaj. Dakor, e shpjeguar kështu është prezidënse, profesor do të kisha thënë, edhe për prindër ndoshta, edhe për vetë studentët, sepse imazhi i arsimit në përgjithësi është i lëkundur. Do të bëjmë një shkëputje dhe do të rikthehemi pikërisht për këto çështje se sa mund të kontribuojë në tregun e punës universiteti, sa konkurrent është me universitetet e tjera dhe sigurisht se çfarë parashikoni ju për një nga universitetet më të reja publike në vend. Por një shkëputje dhe rikthehemi. Jemi rikthyer në studio ku është me mua Bekim Fetaj, profesor doktor i shkencave kompjuterike, por rektor i ri i Universitetit Nën Tereza në Shkup. Do të vijojmë aty ku disi edhe lam, po ka interes
siç tham për kontekstin tonë se kush e drejton një universitet. Profesor, pak a shumë edhe për të shpjeguar se cili mund të jetë vizioni juaj për një institucion të arsimit të lartë. Përfillimisht ka pas komente të ndryshme me faktin që politika ndërhyn shumë në universitetet tona. Në që se regjia i lëshon pamjet, në ditën kur ju e morët detyrën, nuk pam shumë politikan aty. Ishte vetëm Ministrja e Arsimit dhe sigurisht disa zyrtarë të tjerë. Si duhet të interpretohet kjo? Që po mbërim në stadin që realisht shkenca duhet të jetë shkencë dhe politika politik, edhe pse politika ushqehet me figurat nga universitetet, megjithatë a është arritur të kuptohet për hir të gjithçkaja çfarë ka ndodhur në vendin tonë se ndërhyrjet e tepërta në fakt e pengojnë zhvillimin? Po, mendoj se jemi në atë kaje, dhe më thënë, ku universitetet, më thënë, është e kuptuar se universiteti nuk mund të zhvillohet pa e lënë, dhe më thënë, të zhvillohet lirshëm, siç i kishim edhe rastin me Harvardin, kohët e fundit, ku deri tash kemi pas Harvardi arriti në suazë botërore një prej, dhe më thënë, SPAK-u të rangohet një prej universitetet më të mirë. Dhe nga ana tjetër fondet dhe mënyrën se si menaxhon fondet ose ASPAK nuk ka përzierje prej jashtë. Dhe tash për herë të parë, dhe më thënë, kishte një përzierje dhe intervencë dhe u pas u reflektua shumë negativisht edhe te studentët dhe profesorët, po edhe te mendimi i përgjithshëm se SPAK-u dhe Harvardi më nuk është në top universitetet botërore për shkak se nuk i lihet, dhe më thënë, hapësirë. Nga ana tjetër, aty kanë dalur shkencëtarët nobelistët më të njoftër, dhe mendimi i lirë kritik dhe kreativiteti nuk mund të lindë dikund ku nuk është i lirshëm. Dhe nëse universiteti nuk është i hapur, dhe është i mbyllur, qoftë me lokalizme, me aspekte të ndryshme, ai universitet nuk mund të arrijë asnjë sukses. E kupton klasa politike këtë? Tani, ndoshta të vë në pozitë të vështirë me këtë pyetje, profesor, por në fakt duhet të jetë edhe një çlirim, sepse kemi parë që në qoftë se institucionet që duhet të burojnë ide, përplasje idesh, kreativitet, shkencë, kur ato ngulfaten me terma të tjerë që janë jashtë akademisë, në fakt pëson gjithë shoqëria. Kjo është ideja që duhet të theksohet, apo jo? Është kuptuar, mendoni që e kupton klasa politike këtë çështje? Mendoj se po, dhe jemi në atë, do më thënë, në atë kahje që... Dakor. Një moment tjetër, shpesh është abuzuar disi me termin që nuk duhet të jesh shumë profesionist, por duhet të jesh një menaxher i mirë. Në qoftë se e përkthej këtë terminologji për ju, dikush mund të thotë është shumë keq që një profesor si ju, me një kredibilitet edhe ndërkombëtar, me atë që shohim se ku krejt keni dhënë mësime, pra pothuajse në të gjitha kontinentet, thuajse, do merreni me menaxhim. Është kjo e drejtë? Mendoj se po, se nuk mund të menaxhosh diçka që nuk e njeh. Do të thënë nga të dy anët. Unë kam qenë edhe nga ana e studentit dhe nga ana e profesorit vizitues, dhe do të thënë një probleme edhe për brenda edhe për jashtë. Edhe SPAK-u çdo kush mundohet të imiton sistemin prej ku vjen. Unë vi prej këtyre sistemeve dhe mundohem të implementoj gjërat e suksesshme që unë i kam pa, qoftë si student, qoftë si mësimdhënës. Dhe mendoj se menaxhimi gjithë këtyre çështjeve nga dy këndvështrime, si student edhe si profesor, që janë treguar suksesshme dikund, mund të implementojmë dhe ti realizojmë edhe këtu. Gjëra që janë treguar, domethënë, në universitete të renomuara, ndërkombëtare, dhe menaxhmenti si koncept, nëse nuk njihet problematika, domethënë, s'mundet të menaxhohet në atë mënyrë, për shkak se mikromenaxhmenti nuk është një mënyrë e mirë e menaxhimit, po njohja e natyrës së problemit dhe eksperiencimi i tij, eksperiencat, qoftë si student, qoftë si mësimdhënës, luan rol kritik që ti kuptosh disa çështje dhe ti adresosh ato çështje. Dhe në fund ti drejtosh, domethënë ti gjesh një zgjidhje dhe një mënyrë se si ato mund të implementohen dhe funksionojnë sa më mirë. Tani, para se të pyes për vizionin tuaj për universitetin, por
rrjedhimisht pastaj edhe për gjithë sistemin apo arsimor. Ajo pyetje që më lind natyrshëm është se a jemi ne kompatibil si nivel arsimor, si sistem arsimor, me nevojat e tregut të punës, sepse në fund të fundit universitetet këtë qëllim kanë, të jenë kontribus i rëndësishëm i zhvillimit të përgjithshëm, të krijojnë kuadra në fusha të ndryshme, ju i keni ato që i drejtoni, me qëllim që të gjithë ta shohin benefitin. Dhe çështja është kur ndodhin shumë elemente të zhvillimit, sidomos në teknologji, në informatik dhe një zhvillimi të përgjithshëm, janë universitetet tona, mund të jetë Nën Tereza një universitet kompatibil, si për vendin edhe për jashtë? Po, mendoj se po. Unë mendoj se këtu është bën një lëshim konceptual për shkak se sistemi jonë i edukimit, për krahasim me universitetet dhe shtetet e zhvilluar G8, atë marrim rast Gjermaninë ose Mbretërinë e Madhe, Anglinë. Në rastet e tilla, ato bëjnë dallim, jo çdo studim ose program studimor dedikohet tregut. Ato bëhet programe studimore që dedikohen ai nesër të vazhdon punën e tij edhe në hulumtim, ka institute, për shembull Gjermani Fraunhofer, ose të vazhdon hulumtimet tjetër kund, dhe ai nuk është për tregun. Dhe ai edukimi i tij është që ai të kontribon dikund në aspekt të hulumtimit, në universitet, ose në ndonjë institut tjetër, ose të vazhdon në ndonjë specifik ku do të punon për shembull dikund në hulumtime të ndryshme. Dhe është një edukim tjetër i cili dedikohet tregut, dhe ato janë me shkatësi, ato janë fokusimi domethënë në shkatësitë dhe jo në aspekte teorike dhe shkencë. Dhe këto dy dallimet bëhen shumë qartë dhe shumë mirë definuar në sistemin e edukimit. Ndërsa te ne sistemi jonë edhe ligji nuk i bën këto dy dallime dhe shpesh ngatrohen njëra me tjetrën duke mos ditur këtë gjë. Prandaj ka një lloj konfuziteti se çfarë. Ka një konfuzitet se gjithë i fusim ne te tregu, edhe gjithë duhet t'i përgatisim për tregun, a nga ana tjetër nuk mundemi për shkak se neve spaku na duhen edhe një lloj mësimdhënie, se një edukim edhe pak më tepër edhe fuqishëm teorik, me koncepte matematikore, me teori të ndryshme të cilat trajnojnë mënyrën e mendimit. Ai mund se në fillim edhe nuk është i vetëdijshëm se thot ç'mund duhen integrale tre fishta ose kjo, po ai mënyra e mendimit, mënyrën se si e zgjedh problematikën dhe qasja e trajnon në mënyrën e mendimit dhe të zgjedh probleme të ndryshme që edhe shoqërisë duhen. Ndërsa shkatësitë e ulta për tregun e punës duhen edhe është një sistem edukimi tjetër. Ja për shembull, të marr një shembull kështu, themi më konkret. Kemi një trajnim për një gatues à la carte. Edhe tash në Maqedoni kemi plot probleme se kemi shumë vende pune të lira, kemi shumë burrektorë, restorane ka vende të lira për gatues. Gatues më të thjeshtë. Po. Edhe tash ky normalisht nuk konkuron se ky ka dedikuar, ky është domethënë komplet qasje tjetër ka pas në edukimin e tij dhe ky kërkon kushte tjera, ky nuk mundet ka vende plot, por ky nuk konkuron, nuk është domethënë për tregun e punës. Se kemi këtë për tregun e punës, duke ngatruar disa koncepte. Ja një pyetje konkrete, duke marrë parasysh gjithë dijenin tuaj, përvojën tuaj me universitetet që keni dhënë mësim, edhe nga aspekti menaxherial, nëse mund ta them kështu, cili është vizioni i juaj për Universitetin Nën Tereza? Po, për momentin, ne, dashur ose pa dash, kemi hyrë në një tranzicion të edukimit, komplet procesit të edukimit, i cili është influencuar prej inteligjencës artificiale, prej zhvillimit të teknologjisë, dhe ende mundohemi, domethënë, t'i mbajmë provimet klasike në mënyrën siç kanë ekzistuar dhe unë do të kisha thënë në edukimin të bazuar në fakte. Sot faktet shumë lehtë mund t'i gjejmë në internet, mund na gjeneron veglat artificiale dhe ato duhet përdoren, janë vegla, prandaj janë krijuar që duhet nesër askush do t'ja ndalon vendin e punës sa ti mos t'i shfrytëzon. Atëherë edhe ne si universitet do t'ja lejmë çdo gjë, t'i shfrytëzon gjithë veglat, mirë për edukimi ne jemi shtyrë faktikisht në atë proces, po ende s'kemi edhe ulëmtime, po edhe shumica s'janë ndalur të analizojnë ku është problematika. Ne jemi në edukim tjetër, ne jemi në fazë të edukimit të bazuar në shkatësi. Nuk kërkohet më fakte ose njohuri të fakteve nga i diplomori, kërkohen shkatësi konkrete.
Edhe kjo është spaku strategjia e Evropës për 2030-ën, 2025-2030, tregon se universitetet duhet orientohen në shkatësi dhe komplet ndryshimi një sistemi të edukimit, ku tash njohuria duhet vlerësohet cili është niveli shkatësia cilën e arrin ai në implementim, mendimi kritik, kreativiteti, sa është kreativ në zgjidhjen e problemit, edhe në fund originaliteti i asaj që ai ka ndërmarrë, domethënë sa është original në krijimin e tij. Domethënë kemi komplet parametra të tjerë, indikatorë të tjerë, edhe matja e cilësisë komplet duhet ndryshon, se ne nuk masim më fakte edhe njohuri, informata konkrete. Po kjo lloj qasje përfshihet në normativat ligjore të vendit për mënyrën se si mund të bëhet inovacioni në mënyrën e mësimdhënies, mënyrën e ndërtimit të fakulteteve të ndryshme, apo domethënë gjithë ato fakultete që i keni ju në kuadër të universitetit. Arrin dot ta bëj universiteti, arrini ju dot ta bëni këtë inovacion? Po, ne mund të arrim këtë për shkak se domethënë mënyra klasike e provimeve nuk do të kishte arritur t'i kap këto momente ose këto indikator. Si për shembull kreativitetin, mënyrën, shkatësinë e implementimit të diçka konkrete. Gjithë to kërkojnë tash një qasje tjetër, e cila ka filluar, mirë po ne mendojmë se komplet mënyra edhe qasja e strukturimi i mënyrës së vlerësimit, mënyra vlerësimit është ajo që duhet të kushtohet shumë vëmendje në këtë periudhë, ose në këtë tranzicion të ardhshëm, ku mësimdhënia dhe qasja në mësim duhet të jetë e bazuar në më shumë kategori. Projekte, ka projekte individuale të vogla, të bazuara në probleme të vogla, probleme logjike, ku përmes projektit do të kishim ka për implementimin e shkatësive dhe sa shkatësi ka fituar në fund të lëndës. Kreativitetin për shkak se ai është kreativ dhe ka implementuar diçka një qasje të ndryshme. Inovacioni diçka ekzistuese ka implementuar në mënyrë të re. Dhe në fund originaliteti. Domethënë atë zgjidhje që ka gjetur është shumë origjinale dhe në fund gjithë këto i ka bazuar në fakte të cilat i kanë ndihmuar, ka kërkuar, ka ulëmtuar dhe këto domethënë janë elemente të cilat i gjenden në sistemet e vjetra edukimit dhe provimet prej tash të quajtur open book me libër të hapur, domethënë sidomos në studimet e doktoraturës ka qenë një traditë spaku në Shtetet Bashkuara, Mbretërinë e Madhe, ku provimet ke pasur drejt marrësh edhe libra edhe çdo gjë në provim, po ka mbaruar. Sepse pyetjet kanë qenë të tilla krahasimore ose që kërkohen inovacioni, pa diskutim. Nga universitet, nga drejtimet që janë në universitet, kush mendoni që do të jetë më problematiku për të përballur me këtë lloj sistemi, sepse universiteti ka relativisht drejtime më shkencore, apo fakulteti informatikës, i shkencave sociale, domethënë ka shkencave të teknologjisë, më falni, dhe është më teknik në vetvete. Ka pajisje të mjaftueshme universiteti, qoftë edhe për kërkime për t'i bërë gjithë këto gjëra? Ka pajisje mirë, po jo të mjaftueshme, çdo herë do të na duhen më tepër, edhe ne jemi, domethënë, duke munduar bashkëpunim sa më shumë, domethënë, jo vetëm ndërkombëtarisht, por edhe kombëtarisht të bashkojmë resurset tona që të mundemi spaku të arrijmë diçka, për shkak se në këto momente të hovshme të zhvillimit të digitalizimit dhe sidomos të inteligjencës artificiale, e cila ndryshoi komplet, domethënë, edhe është duke ndryshuar sistemin e edukimit dhe të cilën disa mundohen ta luftojnë, dhe është komplet qasje e gabuar, ai duhet është ideja ka qenë që ai ndihmon. Dhe gjithë inkorporimi i tyre dhe mënyra e mendimit, domethënë të mënyrës së re së vlerësimit dhe matjes së cilësisë, cilët janë ato indikatorë që duhet ne ta shtimasim. Se nuk janë më faktet, memorizimi i fakteve të ndryshme, askujt sy në punë, se ai ka qasje tash në vegla të ndryshme. Ka edhe syze inteligjente, që është e ardhmja e teknologjisë, dhe gjithë këto mundsojnë qasje të shpejtë në informat. Dhe sidomos me zhvillimin e Neuralink të Elon Muskut, ku përmes çipit do të ketë qasje njeriu të shpejtë në informacione. Për momentin, zhvillimi i teknologjisë ka problemin e interakcionit
për shembull nëse dëshirojmë ta gjejmë një informacion, ne duhet ende të shtypim dhe kjo është shumë mënyrë ngadalshme për ne të kemi interakcion ta gjejmë këtë informatë shpejt. Mendoj se hapi i ardhshëm është zhvillimi i zërit dhe bisedës, që është veç evidente në disa aplikacione, por aq sa duhet. Në momentin kur interakcioni do të jetë shumë i shpejt me pajisje të ndryshme, atëherë mendoj se do të jetë një zhvillim i hofshëm ku patjetër edukimi, domethënë ndalen edhe të redizajnohet komplet këto indikatorët që i përmendëm, se spaku tash faktet askush nuk duhet i memorizon, komplet gjeneratat e reja bazohen tash në informatat janë në qasje, gjithë faktet i gjen shumë lehtë, pa ai duhet mësohet e trajnohet në tjetër mënyrë. Tash edukimi kalon në fazë ku duhet ai tregon shkatësinë që e ka fituar dhe si mund ta implementon në çfarë kualiteti dhe në çfarë mënyre dhe sa është kreativ dhe origjinal në atë që do ta implementon. Jemi ndoshta edhe në një fazë dhe kjo përputhet si rastësisht ku prindërt, gjimnazistët janë në shqyrtimin e mundësive të ardhshme apo të studimit, por a mund të mbërim në atë fazë që njerëzit kur të ta shohin faqen e universitetit të thonë që po, unë dua të ndjek këtë program, dua të ndjek këto lëndë, dhe të jenë më të afërta, më shpjeguese, se sa thjesht ideja se unë do të shkoj në një universitet dhe thjesht do të marr një diplomë, sepse ashtu është moda. Po. Përmes vefaqës së universitetit mund të mirë shumë informata, mirë po ne kemi edhe ditën e hapur, do të shfrytëzoj rastin në 7 maj, është dita e mërkurë, për orës 11. Universiteti në Tereze ka të hapur dyert e veta për gjithë komunitetin, edhe ato të cilët dëshirojnë studion, po edhe prindët, edhe ne në të ardhmen do të vijmë edhe me shumë kurse të cilët do të duhen komunitetit falas si përkrahje nga ne, ku mund të shohin edhe klasat, ambientet, edhe mënyrën se si zhvillohet mësimi, edhe të kenë një ide, domethënë, të realt ku është Universiteti në Tereze, të shohin klaset, do të shohin disa mësimdhënie, për shkak se atë ditë ka edhe mësim, mund të hyjnë disa klase ku në atë kohë do të zhvillohet mësimi, edhe mund të vërejnë edhe mësimdhënien, të shohin studentët, të shohin profesorët, dhe mënyrën se si bëhet ligjërimi. A mendoni ju, me qeni në fillim të këtij procesi, se mund të mbërihet në një fazë që prindi të thotë, okay, ai djalë ose ajo vajzë që e ka marrë diplomën nuk është vetëm thjesht letër, po realisht studenti ka marrë profesion, ka dieni dhe nuk është thjesht një dokument bosh. Po, mendoj se po, për momentin jemi duke i fuqizuar edhe më tepër. Me temën e diplomës dhe në çdo lëndë ne kemi futur projekte praktike ku ai duhet në fund të demonstron përmes një projekti, të prezanton. Njëkohësisht disa lëndë projekte individuale, në disa lëndë insistojmë në grupe, projekte në grupe ku janë domethënë projekt më i madh në cilën duhet mësoni të punojnë në grupe për shkak se në realitet ato vetë as njerëz do të punojnë, duhet të punojnë në grupe. Në projekte më të mëdha u ndajmë punën e tyre në grupe, edhe aty u shohim edhe mënyrën e shkatësimit. Domethënë nuk mund të përfundon për momentin një student spaku i shkencave kompjuterike pa mos krijuar dhe pasur shkatësi praktike të implementimit. Krejt në fund, profesor, edhe kjo nuk vlen, ndoshta kjo pyetje vetëm për Universitetin në Tereza, por për gjithë sistemin arsimor. Ideja është që universitetet do duhet t'i furnizojnë ata që i kryen universitetet me dieni, dhe mendoni profesor që duhet të ketë një sistem vlerësues edhe të brendshëm të asaj se sa realisht profesorët e kanë kryer punën e tyre, sa realisht studentët, edhe pse mund ta kenë marrë diplomën, kanë dieni, sepse po krijohen mite të ndryshme që në fakt një brez i tërë nuk është që e ka marrë dienin e duhur edhe pse i ka diplomat. Po, ne kemi të implementuar sistemin e përcjelljes së cilësisë, tash quhet quality assurance. Dhe vetë universiteti, domethënë, është interesuar të bëhet evolim edhe nga ana e studentëve, domethënë jo vetëm profesori që evoluon studentin në fund, por edhe është e kundërta, studenti evoluon profesorin. Njëkohësisht tash jemi në implementim ku edhe studenti do të evoluon edhe administratën në mënyrën se si ka marrë ato servise nga ana e administratës.
Dhe mendoj se këtu, në këto evolime, studenti është i hapur, askush nuk din sa në mënyrë anonime, domethënë shpreh mendimin e tij, sa ai mendon se një profesor, domethënë ja ka përcjell një njohuri të duhur deri në atë mas. Dhe krejt në fund, gjithashtu ekziston një përshtypje se ndoshta nuk ka nevojë për kaq shumë universitete. Fakti që për një vend të vogël ka aq shumë universitete publike, po aq edhe private, është degraduar dienia disi. Pajtoni me këtë? Pavarësisht se jeni në krye të një universiteti që megjithatë doni ta drejtoni, por kur e diskutojmë çështjen nga një aspekt më i gjerë shoqëror, mendoj që është një pyetje që ja vlen. Jo, unë nuk mendoj se janë shumë universitete. Për momentin në gjuhën shqipe kemi 3 universitete, janë 2 publike dhe një privat publik, domethënë gjysmë publik. Dhe mendoj se këto 3 universitete krijojnë kuadra, sadopak me programe të cilat shumë pak gati se nuk duplifikohen. Dhe ne kemi nisur një iniciativë së bashku me Universitetin e Tetovës dhe mendojmë bashkëpunojmë më shumë me të, që spaku mos t'i shajmë ato drejtime që mund se kemi një duplifikim, se janë shumë pak, edhe ato duplifikime t'i largojmë dhe mos kemi as pak duplifikim dhe në këtë mënyrë për ashtu të pyetje ku mund të jetë problemi, pse janë 2, për shkak se nuk kemi asnjë program që ka njëra që do ta ketë tjetra. Dhe këtë mënyrë këto 2 universitete publike, domethënë do të mund bashkëveprojnë edhe në të ardhmen edhe shumë flasim për bashkëpunimin ndërkombëtar, kemi lënë bazdore bashkëpunimin kombëtar dhe është mundse koha që ne të bashkohemi edhe të bashkojmë resurset e brendshme, dhe në këtë mënyrë të rrisim edhe cilësitë, edhe kuadri, domethënë të lëviz lirshëm, për shkak se Bashkimi Evropian një prej kushteve ka mobilitetin, edhe studentët, edhe stafin, përmes Erasmus programeve. Ne jemi këtu të afërt, ne kemi vendosur që edhe ne të realizojmë një mobilitet të brendshëm, të fillojmë me profesorët më të mirë, të jepet një mundësi që profesorët më të mirë, universiteti tjetër t'ia kërkon njërit edhe kundër tjetrit. Këtë mënyrë edhe profesorët më të mirë inkurajohen se i kërkojnë studentët, u ka dalë emri i mirë se janë shumë ligjërues të mirë dhe mësimdhënës mirë, që universiteti tjetër ti angazhon dhe në këtë mënyrë edhe atyre, domethënë, kanë një stimul që ato më tepër, edhe pse edhe të mundohen, domethënë, të hapin edhe gjithë ato mund të jenë më të mirët. Profesor, ju falenderit shumë për këtë intervistë, ndoshta të parë në cilësinë e rektorit të një universiteti, Universitetin Nën Tereza. Faleminderit që ishit pjesë e programit. Dashur teleshikues, ndoqët kështu intervistën me Bekim Fetajin, profesor, doktor, sigurisht i shkencave kompjuterike, por gjithashtu tashmë dhe rektor i ri i Universitetit Nën Tereza. Programi 200 do të vijë sërish javën që vjen, deri atëherë, mirupafshim.